Përshëndetje shikues të nderuar, kudo që jeni, nga do që po na shihni edhe sot përmes ekranit të ATV-s. Mirë se vini në Jona Talk, emisionin që sjell më pranë jetën, sfidat dhe sukseset e fermerëve. Në çdo epizod eksplorojmë historitë e punës së palodhur, pasionit dhe inovacionit në bujqësi, duke ndriçuar ata që me mundin e tyre ushqejnë familjet dhe ndërtojnë një të ardhme më të qëndrueshme. Nga fushat e mbjella deri te fermat moderne, e Jona Talk ju sjell rrëfime frymëzuese, këshilla praktike dhe zhvillimet më të fundit në sektorin bujqësor. Prandaj ju ftoj që edhe sot të bashkoheni me ne për të zbuluar fuqinë dhe bukurinë e tokës sonë. Kronika e parë na dërgon në Komoran, atje ku na mirëpriti zotëri Bali Mulako, një fermer i dalluar që menaxhon me pasion një fermë të vogël me 17 krerë lopë qumshtore. Së bashku me familjen e tij, ai punon me përkushtim për të siguruar prodhim cilësor dhe për të krijuar një burim të qëndrueshëm të ardhurash nga shitja e qumshtit. Pavarësisht sfidave, zotëri Mulaku ka ambicie të mëdha për të zgjeruar fermën e tij në të ardhmen. Megjithatë, për të realizuar këtë ëndër, ai ka nevojë për mbështetje shtesë përtej subvencioneve ekzistuese. Ndodhemi në Komoran, këtu tek familja Mulaku, pra te Bali Mulaku, i cili ka fermën e lopëve dhe do shohim se si nis dita në këtë fermë dhe për gjithë punën e tij. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve që gjatë kohës që na erdhët. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë me vizitu fermarët që janë të suksesshëm edhe që kanë filluar gjithçka nga zero. Po ç'është e vërtetë. Zotëri Bali, tregon pak a shumë që sa vite merresh me fermë, me blegtori, nga ka ardhur ajo ideja, ndoshta besoj krejt kjo trashëgimi, ndoshta ka vazhduar nga të partë, se atëherë kanë mbajt ferma shumë familjar edhe ndoshta edhe e kanë mbajt familjen me to, po që tash në kohë të fundit po shkon të Uzbek ja punë. Për parë ka pasur baba u merr me tu. Tash ti pimas lufte jam monë, pe 2005 se kam fermën. Po. Gradualisht me 5 supe kom nis, kom pas 25 supa, tani më do të pak më reduktu puna e qumshit. Edhe qumshit për toke, më do të më reduktu. Tash ti apet e kom nisën, i kom rritën, i kom apet 17 supe kam sa për momentin. Po. Moj synoj me rrit një vodi 25 supa apet. Po, 25 është numri që ti e din që mund është me punu metodë për mu marrë me kujdes, nështë me ma shumë jo. Jo, përse unë jam vetë një djali pa unë shkollë, gruja po më një më ka pak, ku pa e lirë, që atu më edhe me përballu, më i mikëshyrë, edhe me djali edhe me shkollë që ka pak. Po, që shka qenë viti 2005 kur ke fillu me blegtori? Viti 2005 të konë shumë. Që që mbanë mend edhe që kujtan, dhe më thanë nështë ato vështërësit që i keni pas, sfidat që i keni te i kalu? No, konë shumë vështërësit që konë atërë. Se dhe e konë për mastu dhe madin, ketën e konë, për tani marakli, jam i duhet, jam marakli tu, edhe pa ta fillu, pa ta bo 5 su, për tani gradualisht e rrita, po atë që në fillim e këna po qmimin e mirë, këna po 35 cent, shkova e rrita, gradualisht tani e ra qmimi, e tani më duhet me reduktu. A ka qenë shkas bra edhe qmime që ke fillu mu marrë me to, nështë edhe ato fitimet që fermarët i marrin nga kafsht? Atëherë këna posë noftin lirë, o konë plehi lirë, për shumë më të qia, o konë ma lirë, qëroja këna posë ma lirë, tugët, për shumë më dhe keni një rogë e mi u dole dhe atëherë, po tani hypi, gjithë sen hypen tani tomli ra shumë ra tomli, tani na vdut më reduktu. Po, të më thanë të i ke firmën me lopë qumshtore. Po, me lopë qumshtore. A vazhdojmë pak edhe i shojmë randa kështë? Edhe bisedojmë pra që është njës dita këto në firmën të ande? Vizita në firmën të me gradualisht dhe më honë gjithë se di më se vjerë fillon 5 orët me gjizit. 5? 5, gjithë. Në gjysë 6 dhe filloj mjelen, se di më se verës. Gjithë e filloj, dhe më honë 5 me në 7 me përfendoj me në gjesë si mbrome. Gjithë. Verës, në gjysë 7 i kry edhe i lëshejt fushë, e kam fushën i lëshej, më ka funit prillit i lëshej, dhe ka funit e tojt në kim shili mu.
i lëshojnë fush. Dëmëthanë në fermën e lopëve është puna gjithmonë e njëjtë në kuptimin edhe gjatë sezonave, se në ferma tjera dallon pak, nështa dimrit është pak ma ndryshe, i mbajnë këtë mbyll, edhe nështa, veç ai ushqimi, po që i verës i lirojnë krejt në, ose shkojnë në përstane që i kanë fermerët e tjerë. Unë si ti mbyllë për shumë kafunit të tërë, se fillimi që të mesi 9 të orit, dhe këtëre kafuni prili, nuk e di i moja në mbyllë, nuk e shaj po. Kafuni i prilit, zakonisht gjithë, ose me kom gjysa prilit i lëshaj, në fushë, kam të livon, i lëshaj në parora, dhe kafuni të tërë nuk i mshili mu. I la gjithë në fushë, rrinë jashtë gjithë. Shtadhës këtë i mjeli. Po, ushqimin e bleni, apo e baj. E kam... I keni toka të ivja? Po, si edhe kam dikun 15 hektarë për silazh. Dikun 25 hektarë i kam tokë punë që i punoj. Me livolla, me grënoja, 25 hektarë i kam tokë punë. A është punë e lodhshme? Po, nashta është pak punë e lodhshme, po në qofë se e dën... Se e që je vetë? Në qofë se e dën nuk është, dhe se në sen që e dën nuk është kur edhe zërë. Unë përvej dhe e duj, nuk pëjtëj edhe... A ju shqan vetëm njëherë në ditja, qyshe kanë, apo 2 herë? Ja, 2 herë. Më në gjasë dhe në mbranja. Ma se s'kam mikser, se me pas mikser vetëm një herë, edhe një përgatit komplet, edhe një herë, po ma se s'kam mikser 2 herë. Po. Afrojme kështu nga afër? Fermën e ke ndërtu vetë? Vetë, që kam bon këtë forësat mija. Me mjetën që kam të punës, me ka këtë vetë. Po, ke pas ndë një ndim nga komuna, po institucionat? Komuna, për komunës kem ndim, po ju këmë di dhe sa qaqë ma, se kretarë nuk përna prekrau fërë qaqë këmë di sa. Drejtëria e bujqësis, ma të forësat dhe vejda që ma ka mundësi për anë, ma bëjnë, jemi digojnë përmi gjerët dhe mërë të gjumë këtë, s'ka po bugjet pak, kretarë nuk përna prekrau, ministria përna prekrau, bo s'kom publiku për grand kur, dhe subvencione i morëm. Qëka i shëfan kretarin në këto momente, nëse veç në ndëgjan edhe nashe? Kretari i kom thonë, edhe në zyre ti në dhe për bithamë, që jemi në ndimu më në prekrau në të maksimumin. Qka duhet nështa me ndimu, qoftë edhe me makineri, apo nështa edhe në talmen pëse mos me fitu edhe një grand? Po edhe më grand, edhe për shumë mitet bujtë mjetë, në dishka më në pak matë bjetë, pak matë maj, pak matë mira. Për cilat ke nevoj nështa? Po i sash për momentin kam nevoj vetëm një rotoboller ose një masin silazhe, që du të bje kam mongi. Dhe që tu silazhe, që du të bje kam mongi, po sëri dash komuna nuk e di. Me subvencione, jeni të knaqë? Po, që 30 teknina mirim. E kemë dikun 450 euro për hektarë të grunit, 340 euro kemë për hektarë të kalamueqit, dhe më thonë, jena 700 euro i morëm për ministrisë ekstra që dalëm, që e zonë gjithë ekstra, ma 10% e zonë, po të knashëm mire, ka unë ministrisë jenë të knashëm. Po, qëfar race janë lopt? Të jenë shumica në Holstein. Okej, dhe më dhajnë... Shumica në Holstein. Për shtatë që me tamën për qëmsht edhe dhe më thajnë edhe për vendin tonë njëjtën ko. Janë të mira për qëmsht? Po, se këtë e dhonë qëmsht, këtu Holstein tash me dhonë hokën që është lypë, dhe në shkujnë dhe në 35 litra shkujnë. Dhe në 35 litra? Po, edhe hokën e mirë, po nështë nësë në dhonë hokën për ato, po shkujnë dhe në 25 litra shkujnë. Po, janë qmimet e mira saj për këtë qëmshtit? Po. Ka 45 se kena për fabrike, 7 kena për ministrisë, dhe më thonë unë i zonë 52 cent i zonë. Po, edhe nështë në fillimet e tua, kërë ke bo fermën, ti nështë e ke shqit familjarve ke fillu kështu me qëmë? Jo, direkt me fabrikë me oben e kom posë, direkt. Fe 2005 me oben jam, tash e kam dërmesus, atër o kupa tash është kë direktori i Skenderojt, të më për 2005 se kom fillu me oben gjithë. Nuk ke qena shto fermer që ka nuar njerës me ebli. Po kështë e bën shqitjen e tyre në sezonat ndryshme qoftë festa, apo kështë të klubve? Regullisht. Vejrës vje për ditë ma merë, këtë shtu në kredi, se këtë më shtu në kredi i shkaj përmi 300 litra, sa është dykon të 170 jam ditë, sa është nuk vetë për ditë, po që të më shtu në kredi për ditë më merë. Se shkaj dykon 300 litra i zonë ditë. Po, a me ndonë që tash në këtë kohën e fundit e ka një qmim shumë të mirë lopt edhe me i shqit? Po. Qëto e komor 2800 euro, qëto e komor 3.000 euro, e vjetë. Po, a e shetë kështu njëjt, apo... Ju bëj, tash në vorët. Marët edhe prej kilogramit. Këtu e Holandës, kjo është Qekis, kjo është e Zvicrës, ajo është e Holandës, ajo është e Jemja, ajo është Gjermonë. Këtu e vendohet mjetë, që ti kam 2 Danimove, daneze. Kështu që pëthu që javlen mu marrë me fermë, me blektori në shtadhe. Sa javlen mu marrë me bujtësi në Kosovë, në vendin tonë? Po javlen se
Një rrugë të mirë e nxerr. Një rrugë të ditë s'pan Kosovës, gotë më shathoj që edhe Perëndimi gotë e nxerr ty. Mujt. Mujt. A e ke provu kështu me shku jashtë? Jo, as nuk. Asnjëherë, Jo, por okej. për jetë. Besoj në është një mesazh shumë i mirë për ata që vetë po largohen prej vendit. Vallai, ai që do me punu, ka çdo punë boll, ka edhe para ka boll çdo. Që do me punu. Pa bën turë që ku dush për të hojë. Po, e vërtet. Nuk dal, mos pa më thotë që nxjerr një rrugë, ku më ditë sapo, e nxjerr një rrugë të mirë nxjerri. Edhe me çtu. Po, të veç e tregove që në tardhë më ndonë me eritande numrin edhe tani ato. I myt moj tash ta qyrëm. Deni 25, pa moj me të sjell me shkuar. Po. Për krajën e familjes se tregove që e ke, sidomos nga bashkëshortja, që të ndihmon kështu shumë. Ç'është ndini kur vini dyt në shtam këto punani merrni me to? Mirë. Mirë, më ngjesëm në manatën, dhe më fotoj mielin, në mbromën në më djali. Po. Se më ndaj kur të shkollë, aty më në djalin në mbromje. Më ngjesëm në më kjo, kur ka ku, s'ka ku, i kry vet. Po, besoj që nështë mundesh me menaxhu këtë numër të tyre. Po, a ka pas ndaj moment kur nështë edhe ka pas ndonjë sëmundje që është dashur me intervenu, qoftë me veterinar apo që nga viti 2005 kur ke fillu? Kam rast të rrolla tonë. Jo që si po kam rast të rrolla, veç të nëse ojat mastet pu. Po ai pak është rrollë, tëra smuj nuk kom bos. Në operacion e bosën para 5 vite. Ka pas për 30 lukë, që ato kom pasën, mo ju, nuk kam probleme kështu të shëndëzure ju. A je friksu kur e ke parë nështë që është ka ndonjë sëmundje, do të thonë, se është kështu lidhesh shpirtërisht me to? Po, unë i du shumë, jo pak por shumë i du. Po, se edhe une kur kam shku në për shumë ferma, këtë fermarë thonë që tamam si Unë nuk e di që ka fermer që i do më shumë sëne. A po? Valloj ju. Se po thuk shta? Pse i du, interesant, i kam shumë gjak i kam. Qëto që flaj, kur të kanë diçka, qëto që rri, me tu. Po. Unë i loj, dimen e veri i loj. Dimen e veri i loj, se jam marrë këto. Po, edhe e pam edhe kur hyrëm mbranda këto, du më thanë që... I du. Qëka ju kështë thanë është ta krejt fermarve që janë në vendin tonë? Që punojnë me to, merren me to, po të njëjtën kohë ata që dojnë me fillu. A mendon që ka ende njerëz që persona që dojnë me fillu mu marrë me blegtori ose me bujqësi? Gjenerata re ju. Gjenerata ju në kohë ashtë me që... Po, se kjo po ndikon edhe fuqia punëtore. Po, normal. Po javlen qëta shdo dhe kur shenë për shambull, javlen se është çmimi i mirë, edhe subvencionet e të mira, edhe çmimi i qungës është i mirë, javlen edhe më mirën. Po, sa i përket tokave, ka pas rendiment të mirë gjatë vitit 2024? Ka pas, po ju kënaqë shumë. Pse po mendon? Se te gruri... Se te gruri po i mirë, po te... Misri. Te misri këne po se pat nxehtësie madhe, ujtë nalë shumë pak me vënes. Shevine nuk pata në kuel shumë ujtë fërt, a i ta në veç e arkuar më bose lojën. Klimatike e kanë po dvetën është. Po mirë, nuk është edhe keq, po mirë është. Mirë është, të na tukën e kena mirë, nuk e kena dëp, mirë e kemë tukën. Edhe te kemi vazhdu kështu edhe në tardhmen. Sot muj, sot a kam shretër më, sot muj da në shërshku. Po, unë e të rej shumë suksesa dhe faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë falenderit për juve.